Ruth dhe Gordon. Klubit të basketbollit Vllaznimi i është refuzuar ankesa rreth renditjes tabelare në kuadrat e Prokredit Superligës së Kosovës në basketboll. Sipas vendimit të federatës, Komisioni i Garave ka konstatuar saktë renditjen tabelare në përputhje me kornizën ligjore të FBK-s. E me këtë vendim nuk është pajtuar klubi nga Gjakova, që përmes përfaqësuesit të tyre ligjor këtë çështje do ta dërgojnë nëse është nevoja edhe pranë Këshillit të Arbitrazhit Sportiv. Unë kam autorizim general nga klubi dhe është edhe në vullnetin e klubit që këtë procedurë ta ndjekim deri në fund, deri në Këshillin e Arbitrazhit Sportiv, po edhe nëse ka nevojë pranë gjykatës kompetente, për shkak se ne vlerësojmë që jemi në drejtën tonë. Doli po ashtu deklarua edhe rreth temës që klubi që ai mbron është duke sulmuar ndonjë skuadër apo individ të ndonjëri nga klubet e basketbollit të Kosovës. Ankesat dhe kundërshtimet tona nuk kanë bëjnë në drejtim të asnjë individi apo ndonjë klubi të Superligës së basketbollit të Kosovës. Thjesht ajo çka po kërkojmë është të vendoset ligjshmëria në rastin e klubit të basketbollit Vllaznimi dhe si e tillë besoj fuqishëm se do të triumfojmë në fund. Vllaznimi në ndeshjen e fundit e mposhti klubin e PS me rezultat 88-82. Gjakovarët mbyllën sezonin në vendin e fundit duke shënuar fitoren në 10 në 28 ndeshje. Përfundon ndeshja, Vllaznimi e merr fitoren.